Si mundën të kontribuojnë psikologët në përmirësimin e shëndetit mendor të individit dhe në përgjithësi të shoqërisë? A jemi ne si vend në hapat fillestar apo ka filluar kjo të ketë një zhvillim normal sikurse në gjitha vendet e tjera? Ne mendoj që po i kalojmë fazat apo hapat fillestar të faktorizimit dhe funksionalitetit të rolit të psikologut në shoqëri, dhe kjo ka ndodhur vetëse që në fazat e para, fazat e hershme të periudhës së pandemisë, unë kam qenë njëri për atyre që vullnetarisht kam shprehur gatishmërinë time që të bashkëpunoj me aktorët relevant e institucional, të bashkëpunoj me komunën e Prizrenit, të organizojmë grupe punuese për këshillim psikologjik nga linja telefonike në kuadër të pandemisë, dhe aty kemi parë, madje kemi të gjetura se interesimi ka qenë jashtëzakonisht i madh dhe njerëzit kanë filluar ta sfidojnë stigmën dhe sigurisht tabun. Kur them tabun, idenë se të shkosh te psikologu mund të jesh anormal, absolutisht jo. Te psikologu nuk shkojnë vetëm njerëz që kanë shqetësime, por njerëz që duhet të sigurohen, të kuptojnë që si po ndjehen, çfarë duhet të përmirësojnë në kualitetin e jetës së tyre, në ritmin ditor të jetës së cilën e kalojnë. Dhe kjo është një domosdoshmëri për gjithë secilin nga ne. Çfarë sfidash kanë psikologët në shoqëri dhe si mund të kalohen për të pasur një ndikim më të madh, sepse ne si shoqëri tranzitore duket që ende nuk kemi arritur në atë pikën që të thirrëm psikologun në telefon edhe kemi nevojë për psikolog. Dorsta duhet shumë shtytje të ketë shumë procedura, po e kuptoj këtë. Në të dyja perspektivat, edhe në perspektivën institucionale dhe atë private, unë mendoj që rrethanshmëritë dallojnë, sfidat dallojnë. Pse e them këtë? Sepse nëse një person ndjek procedurat institucionale, fillimisht këshillohet apo përfiton shërbime nga qendra për punë sociale, nga punonjësi social, dhe ndërkohë punonjësi social në varësi të vlerësimit të përgjithshëm të anamnezës sociale apo raportit social, identifikon problematika dhe shkaqe që i takojnë natyrës psikologjike, referon në rrugë procedurale rastin në qendrën e shëndetit mendor, dhe shëndeti mendor në bazë të mekanizmave institucional fillon trajtimin apo ofrimin e shërbimeve profesionale apo shërbime të specializuara psikiatrike, psikologjike për persona që ndjejnë nevojën e përfitimit nga këto shërbime. Ndërkohë, në perspektivën tjetër, sa e gjejnë veten te psikologët në rrugë private që tërfen përfitojnë shërbime, edhe kjo është domethënëse sepse ne sot hasim në vështirësi në botë kuptimin e gjerë të problemeve, sepse ka të atill raste ku psikologu identifikohet si një akter që trajton problemin, por nuk e shëron atë. Shikoni, termi shërim shpeshherë keq interpretohet nga publiku, sepse të shërosh një problem, kjo i bie ti je magjistar. Tash po e them kështu hipotetikisht, sepse nuk i takoj këtyre rrymave, por të rehabilitosh problemin, të trajtosh problemin, të ndjekësh një kurrë psikoterapeutike brenda standardeve, duke respektuar paanshmërisht etikën profesionale, konfidencialitetin edhe besueshmërinë, ndjekin një rrugë empatike me klientin, kjo e bën shumë produktive dhe rezultative rolin e psikologut në shoqëri dhe ofrimin e shërbimeve të specializuara e profesionale në relacion me klientin. Shoh në komente publike në rrjetet sociale nderuar ku thonë se a mund të shërohet ankthi, a mund të shërohet depresioni. Ja thash, të shërosh është një tjetër botë kuptim, por të rehabilitosh, të rifitosh, ne i themi reziliencën apo aftësinë e rikuperimit, të arrish progrese shumë domethënëse në ritmin tënd ditor, në ciklin ditor të përditshmërisë tënde dhe në sfidat e jetës tënde, kjo e bën rezultatin e qenurit psikolog në relacion me klient. Por kur dëgjoj se dua ta heq ankthin, ta shëroj atë, dua ta shëroj depresionin, nuk e heq dot ankthi, nuk e shëron ankthi. Di pse? Se gjithë ne jemi me ankth. Pra, gjithë ne, kur themi jemi me ankth,
kemi frekuenca dhe përjetime të ndryshme të niveleve të ankthit, ato të cilat ne i përjetojmë. E kuptoni? Por të heqësh ankthin, kjo i bie atëherë që nuk do të kesh frikë nga asgjë, do të rrezikosh në çdo gjë, mund të lëndohesh, mund të jesh jo i mobilizuar, nuk do të kesh fare hipervigjilencë, në gjendje rreziku lufto ose hek, do të jesh totalisht i shkëputur. Atëherë kjo i bie se ti jesh pa ankth, ti jesh pa kuptim ekzistencial. Ankthi ne na bën të fuqishëm, të kalitur e të farkëtuar për të sfiduar me jetën.